një kohë kur gjithnjë më shumë fëmijë përballen me probleme në shtyllën kurrizore, skolioza po bëhet një shqetësim serioz shëndetësor. Qëndrimi i gabuar, mungesa e aktivitetit fizik dhe përdorimi i tepërt i pajisjeve elektronike janë ndër arsyet që po ndikojnë në përhapjen e këtij deformimi trupor. Për të kuptuar më shumë rreth këtij problemi dhe mënyrës së trajtimit, vizituam një profesionist që ka ndërtuar karrierën e tij mbi kujdesin për trupin e njeriut, klinicianin për protezë dhe ortotik Svetislav Isailov, i cili është edukuar në universitete prestigjioze ndërkombëtare, ku ka ndjekur studimet në drejtimin Bachelor of Prosthetics and Orthotics. Edhe pse në vendin tonë ende nuk ekziston një drejtim i veçantë për këtë profesion në fakultetin e mjekësisë, puna e tij është shembull se si përvoja dhe përkushtimi mund të kthehen në ndihmë konkrete për pacientët që përballen me deformime trupore. Ja съм клиничар по протетика и ортотика. Това е моята професия. Се бавам со нея за 26 години. Да, точно е дека кај нас на медицинскиот факултет. Unë jam klinicist në protetik dhe ortes. Ky është profesioni im. E bëj prej 26 vitesh. Po, është e vërtet që në shkollën tonë mjekësore nuk kemi një rritje të tillë në edukimin e personelit që do të merrej me këtë çështje. Profesioni ynë ka të bëjë me planin e trajtimit pacientëve në lidhje me protetikën dhe planin e trajtimit të pacientëve në ortez. Sot do të flasim konkretisht për ortezën. Ortezat kurrizore si një temë në të cilat do doja të kishe një pjesë në atë çështje në mënyrë që njerëzit të kenë një pamje më të saktë asaj që po ndodh dhe si mund ta vlerësojnë më lehtë nëse një fëmijë ka skolioz apo jo, në mënyrë që të reagojnë në kohë. Проценат дали нивното дете има сколиоза или нема сколиоза, за да можат да реагираат навремено. Çfarë është saktësisht skolioza dhe në cilën moshë shfaqet më shpesh tek fëmijët? Сколиозата е тридимензионален деформитет на рбетниот столб, каде што се вклучени. Skolioza është një deformim tredimensional i shtyllës kurrizore, ku përfshihen plotësisht legeni, shtylla kurrizore dhe brezi i shpatullave. Shpesh ndodh që është e mundur, kështu që skolioza mund të shfaqet në një moshë të re. Mund të jetë edhe infantile, që do thotë kongjinitale. Është nga një moshë e caktuar e fëmijëve nga 0 deri në 3 vjeç, juvenile që është nga 4 deri në 10 vjeç dhe adoleshente që është nga 10 deri në 14 vjeç. Deformimi më i madh ndodhet tek vajzat, kështu që sipas disa vlerësimeve që kemi, për çdo vajzë të 10 ka një djalë. Nuk mund të dim, nuk ka studim. Pse vajzat preken më shumë nga skolioza, por prapse përpiqemi gjithmonë të zbulojmë skoliozën në kohën e duhur dhe të tregojmë se cili është trajtimi i ardhshëm, trajtimi më të eshëm për atë fëmijë. Ne nuk jemi avokat që gjithë fëmijët duhet të jenë në pajisje ortopedike. Unë gjithmonë përpiqem të zbuloj herët skoliozën tek një fëmijë, për të ardhur në një situatë ku mund të ndryshoj me terapi fizike dhe monitorim të atij fëmije. Nëse gjendja e skoliozës përkeqësohet, atëherë mund të rekomandohet një aparat ortopedik si një korse skolioze. Се влошува состојбата на сколиозата, тогаш веќе да се препорача ортопедско помагало како корсет за сколиоза. Cilat janë shkaqet më të zakonshme të skoliozës? A është e trashëgueshme apo është e fituar me kalimin e kohës? Значи наследниот сегмент имаме процентуална наследност кај децата од рана родителите. Pra në segmentin trashëgues kemi përqindje trashëgëmie tek fëmijët nga prindërit. Shpesh ndodh që njëri nga prindërit nëse ka pasur skolioz ndërsa gjoksi po rritej, ndërsa ishte fëmijë, që fëmijët e tij të vazhdojnë të kenë skolioz. Ndoshta është tek njëri, ndoshta është tek të gjithë fëmijët që e kanë, sepse në rastet që ne kemi parë në periudhën që punojmë, siç thash, kam punuar në këtë profesion për 26 vjet, kemi parë shumë pacientë, prindërit e cilëve më parë kanë mbajtur pajisje ortopedike ose janë nështruar terapisë fizike të cilat edhe sot mund t'i dalloni se ata vetë kanë skolioz. Денеска може да препознаете дека самите имаат сколиоза. Kako može roditelите na vreme da Si mund t'i vënë re prindërit shenjat e para të deformimit të shtyllës kurrizore tek fëmijët e tyre në kohë? Значи има начини кои што можат самите родители да направат проценка дали нивното дете може да
Ka mënyra se si prindërit mund vlerësojnë nëse fëmia e tyre mund të zhvillojnë ndonjë skolioz. Më shpesh, ajo që do të rekomandoja është që vetë prindërit të mund të shikojnë nëse një nga shpatullat e fëmijës devion. Nëse një shpatull është e ulur në njërin anë, të dyja shpatullat nuk janë të niveluara. Atëherë vjet re se në anën e kundërt të shpatullës së ulur, fëmia tashmë po krijon skolioz. Dhe kjo është dëshmi se diçka duhet bërë, se duhet vizitohet një ortoped, një mjek, ortoped ose një fiziatër, i cili do të përcakton më tej trajtimin. Nëse fëmia ka një skolioz më serioze të cilën mund të ndajë me një segment rrotullues të trupave vertebror apo se skolioza ende nuk ka ndonjë rrotullim dhe është shumë e vogël, ku mund të punohet me terapi fizike në mënyrë që fëmia të shmang përkeqësimin e skoliozës dhe të mos ketë nevojë të përdorë një pajisje ortopedike si korset. Работи со физикалната терапија, за да може тоа дете да ја избегне влошувањето на состојбата на сколиозата и да нема потреба од користење на ортопедско помагало како корсет. Në çfarë moshe më shumë paraqitet skolioza? Најчесто кај нас се случува да доцна доаѓаат децата и тоа е многу поразително и за нас, поради тоа што ние се трудиме да направиме. Më shpesh fëmijët vinë tek ne në vonë dhe kjo është shumë shkatruese për ne, sepse përpiqemi të korrigjojmë të gjithë gjën përmes pajisjeve tona ortopedike. Por nëse fëmia e kalon moshën 13 vjeç, struktura e vetë skeletit është më e ngurtë dhe është shumë më e vështirë të korrigjohet skolioza. Nëse vjet re më herët se fëmia ka skolioz, është shumë më lehtë të korrigjosh atë me terapi fizike dhe duke veshur ortoz. Më shpesh skolioza mund vjet re diku mes moshës 8-9 vjeç, kur ndodh rritja e parë e shpejtë e fëmijës. Pra rritja e parë e shpejtë e fëmijët ndodh mes moshës 8-9 vjeç, ku në atë moment mund vini re se fëmia juaj mund të rritet 5 deri në 6 cm brenda 2 deri në 3 muajsh. Dhe në atë moment mund të ndodh një deformim siç është skolioza. Каде што во тој момент може да приметите дека вашето дете може да порасне 5 до 6 см во рок од 2 до 3 месеца. И во тој момент може да се направи, да се деси да се појави деформитет како сколиоза. Sa e rëndësishme është diagnoza e ershme dhe a mund të korrigjoj plotësisht gjendjen trajtimi ortopedik në kohë? Na tregoni disa raste. Да, вака сега во сколиозата, она што ние го работиме најчесто, првата и основна работа на физикалната терапија и на носењето на ортоза за арбитен корсет. Po tani skolioza, ajo që bëjmë, më shpesh është gjë e parë themelore dhe terapin fizike dhe veshjen e një orteze si korse për skoliozën është ndalimi skoliozës. Është segmenti i parë që duhet, segmenti bazë i gjithë asaj terapie fizike dhe trajtimi me ortezë të tillë. Për më tepër korrigjimi. Momenti i dytë është segmenti korrigjues që duhet vendoset dhe me terapi fizike. Ushtrime specifike që janë për atë lloj deformimi me veshjen e korses ortopedike. Zakonisht fëmijët i nënshtrohen detyrimit për të veshur pajisjen ortopedike për të paktën 20 orë në ditë, gjë që nuk është një detyrë e lehtë, por megjithatë, me kalimin e viteve kemi parë se kemi vërtet fëmijë që përpiqen dhe duan të jenë të shëndetshëm, të kenë zhvillim normal shtyllës kurrizore në punë dhe po përpiqen të përdorin vetë pajisjen ortopedike për ta ndihmuar veten. Ajo që kemi pasur si raste gjatë periudhës kaluar, ndërsa unë e kam bërë këtë, ka pasur shumë situata të ndryshme, ku shumë njerëz në vendin tonë nuk besojnë se mund të gjejnë trajtimin në vendin tonë dhe shpesh vendosin të shkojnë jashtë vendit. Por shkuarja jashtë vendit nuk jep gjithmonë frytën. Pra, ata do të nënshtrohen shumave serioze të pagesave, parave për prodhimin e një pajisje, dhe kjo nuk do të thotë se ai trajtim do të jetë i suksesshëm dhe se do të korrigjojë atë skoliozë. Ajo që e kemi parë është një situatë ku një fëmijë në moshën 15 vjeç vjen shumë vonë me 63 gradë lakim këndor. Ajo që të gjithë e dim është se nëse fëmia me përfundimin e rritjes tek vajzat në moshën 16 vjeç, tek djemt në moshën 17 vjeç, përfundojmë me skoliozë këndore më të madhe se 45 gradë. Atëherë trajtimi është kirurgjikal. Pra atëherë do duhet të ndërmerret trajtim kirurgjikal. Do duhet bëhet imazheria me rezonancë magnetike për të parë vendosjen e organeve të brendshme, nëse ajo skoliozë do të ndikojë në punën e zemrës, mushkrive dhe organeve të brendshme dhe pjesën tjetër. Dhe nëse po, do duhet i nënshtrohemi trajtimit kirurgjikal për të operuar dhe korrigjuar atë skoliozë. Por në një situatë që kishim një fëmijë që erdhi me 63 gradë, ku më parë nuk prodhoi korse në Gjermani, pastaj kolegu në Gjermani bëri një gabim të pasuksesshëm. Ju ngrit shpatulla e gabuar dhe më pas ai tregoi se shkonim në Ukrainë sepse COVID-19 po përhapet, 2020-2021 diku.
e gjithë kjo ndodh dhe ata nuk mund të kthehen në Gjermani. Kështu që ata sugjeruan që të shkonin në Ukrainë. Në Ukrainë, ata bën një aparat të ri që do të jetë edhe më keq se ai më parshmi dhe brenda 7 muajsh, fëmia përkulet nga 43 gradë në 63 gradë, që është problem shumë serioz. Në atë moment ne hym. Prindërit vinë në vëmendjen time. Ne bëjmë një aparat që unë normalisht, gjithmonë kur punoj me skoliozë serioze, do doja të shija një rentgen dhe në aparatin e fëmijës, që nga momenti që ai del nga dhoma jon me aparatin. Çfarë do thotë kjo? Ne duam të shohim nëse aparati që kemi bërë për atë fëmijë korrigjohet dhe sa korrigjohet, dhe nëse do të jemi në gjendje të korrigjojmë ndonjë tjetër apo jo. Në situatën e një fëmije me 63 gradë lakim kondor në skanimin e parë që i bëhet një ditë pasi që ai vendos aparatin ortodontik, diferenca ishte 12 gradë. Vetë aparati ortodontik i zvoglon kthesat në 51 gradë, por kjo nuk mjafton. Meqense ai fëmijë ishte 15 vjeç e gjysmë, në moshën 16 vjeç e gjysmë, 17 vjeç, ai do të ketë mbaruar së rrituri. Dhe nëse këndi mbetet më i madh se 45 gradë, atij do t'i duhet t'i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale. Понатака, доколку остане поголема аголот од 45 степени, тоа дете ќе мора да биде подложено на хируршка интервенција понатака. A колку долго трае ортопедски? Sa zgjat trajtimi ortopedik dhe ortotik dhe sa e vështirë është që fëmijët të përshtaten me veshjen e ortozave ose korsetave? Вака, ние секогаш даваме доволно информации на кој начин и како ќе треба да почнат со користење на ортозата. Pra ne gjithmonë ofrojmë informacion mjaftueshëm se si dhe kur duhet të fillojnë përdorin ortozën. Kemi një periudhë mësimi me vetë ortozën prej 1 jave, 2 javësh, në cilën përcaktojmë se sa orë gjatë ditës do duhet mbajnë dhe sa kohë të bëjnë një pushim. Një mënyrë që në fund të këtyre 2 javëve të fillojnë dhe tashmë të kemi një zakon të jemi në gjendje të përdorim atë për 20 orë, të paktën 20 orë gjatë ditës. Trajtimi ortotik varet nga lloji i skoliozës dhe lakimi i vetë skoliozës. Në 90% të rasteve, skolioza shoqërohet me rrotullim. Kur shoqërohet me rrotullim, ne e dimë që skolioza do të përparojë. Në vrullën e parë të rritjes, për shkak se fëmijët kanë më shumë segmente në periudhën e rritjes, pra tek vajzat mund të zhvillojnë. Mendoj se është ndikim më i madh sepse skolioza përkeqësohet shumë tek vajzat dhe për shkak se kemi më shumë fëmijë të prekur tek ato, sepse janë shumë të shpejtë njëri pas tjetrit. Ato 2 vrulle rritje që ka, njëra ndodh mes 11 dhe 12 vjeç, tjetra ndodh në mes 12 dhe 13 vjeç, dhe ajo periudhë është shumë e shkurtër, ndërsa trupi pushon nga vrulli i parë i rritjes, ndërsa është i zhytur dhe në të dytin. Dhe pastaj, nëse kemi zhvilluar tashmë skoliozë në vrullin e parë të rritjes dhe ne nuk e kemi vënë re, në vrullin e dytë të rritjes e dim se do të përparoj seriozisht në një farë mënyre. Ndërsa tek djemt, ato vrulle rritjeje janë pak më larg njëra tjetrës. Vrulli i dytë i rritjes është diku mes 11 dhe 12 vjeç dhe i fundit atje i treti është diku mes 13 dhe 14 vjeç. Trupi ka kohë mjaftueshme për të pushuar nga ato 2 shpërthime të shpejtja të rritjes. Për këtë arsye, sipas mendimit tim, mendoj se kjo është arsyeja pse numri i fëmijëve djem të prekur nga skolioza është më i vogël. Сам дека поради тоа и е помал бројот на децата, момчињата со афектирани со сколиоза. I za kraj, što bimin preparat. Dhe së fundmi, çfarë do t'u rekomandonit prindërve për parandalimin dhe zhvillimin e duhur të qëndrimit tek fëmijët? Моја препорака е да сите родители треба своето дете барем еднаш годишно. Rekomandimi im është që të gjithë prindërit duhet të çojnë fëmijën e tyre te një ortoped ose fizioterapist të paktën një herë në vit me një ekzaminim të plotë të gjithë trupit. Për sa i përket, po flasim për këmbët, ijet, shpinën, në mënyrë që të mos humbas asnjë deformim. Për shkak të skeletit strukturor, nëse kemi fëmijë që kanë kolon të ulur të këmbës, nuk është e pazakon që ai fëmijë të krijojë një skoliozë. Për shkak se deformimet e këmbëve nuk janë gjithmonë identike në 2 këmbët. Bazuar në këtë, në njërin anë shfaqet një rrugë e legenit, e cila legen shtrembëron më tej kolonën kurizore dhe që zhvillohet në skoliozë. Prandaj është e nevojshme të paktën një herë në vit që fëmia të ekzaminohet nga një mjek specialist ortoped dhe një mjek specialist fiziatër. Ky është rekomandimi im. Përndryshe, nëse mjekët ende kanë nevojë për ndonjë lloj ndihme ose fizioterapi, ata do të ekzistojnë akoma. Ata do të përshkruajnë një ndihmë ortopedike, e cila sigurisht është ende zgjedhje e pacientit dhe prindërve ku do të bëhet. Останатото доколку имаат понатака докторите потреба од некој тип на помагало или физикална терапија, они понатака ќе посочат, ќе препишат ортопедско помагало кое што секако понатака изборот е на пациентот и на родителите каде тоа ќе се изработува.
Në fund të bisedës vizituam punëtorinë e tij profesionale, ku pam nga afër procesin e përgatitjes së korseteve dhe pajisjeve ortotike. Me përkushtim dhe precizitet, ai na shpjegoi çdo detaj të punës, duke treguar se pas çdo matjeje, çdo materiali dhe çdo forme qëndron një mision fisnik, tu rikthehet fëmijëve liria e lëvizjes dhe jeta pa dhimbje.